Roma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Se si do të veproj lëvizja vetëvendosje në raport me propozimin që do t'i shkoj kuvendit arshëm për votimin e nënkryetarit të komunitetit serb, pasak gjykimit të publikuar nga gjykata kushtetuese, e cila i ka dhënë të drejtë të pakufizuar listës serbe që të propozoj kandidatin për nënkryetar të kuvendit edhe pas ezaurimit të gjithë emrave të deputetëve të saj brenda një afati prej 30 ditor për konstruimin e kuvendit, e kuptojmë pas pak në studio me kandidatin për deputet të lëvizjes vetëvendosje Adnan Rustemi. Do të flasim gjithashtu edhe për formimin e qeverisë dhe mënyrën se si vetëvendosje pozicionon të zgjidhë çështjen e presidentit. Por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Kosova shembulli demokracisë dhe drejtësisë të presidenti Osmani para liderëve botror. Ajo gjatë qëndrimit e saj në samitin botror të qeverisë takoi gjithashtu gratë lidera arabe. 6 ankesa deponuar në Gjykatën Supreme për zgjedhjet e 20 dhjetorit. Kjo instancë ka afat 5 ditë për vendosjen e tyre të cilat u refuzuan nga PZAP-ja. Në ditën e biznesit francez, Kurti thotë se Kosova është e hapur për investime serioze e nuk përgjigjet se si pozicionon ta zgjidhë çështjen e presidentit. Pas dyshimeve se Epstein ishte agjentros, Rusia mohon se ai ishte i lidhur me shërbimet sekrete të saj. Steinmeier kërkon falje për të gjitha viktimat e Epstein. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se Kosova shembull i ndërtimit të një shteti demokratik i bazuar në guxim, rregulla dhe drejtësi. Këtë e tha gjatë fjalimit të saj në samitin botror të qeverisës që po bëhet në Emiratet e Bashkuara Arabe. Duke u drejtuar liderëve pjesëmarrës, Osmani tha se Kosova ka kaluar nga mbijetesa në sovranitet, duke u transformuar nga një vend i shkatruar nga lufta në një shtet me rregulla që shërbejnë qytetarëve të saj. Sipas saj, Kosova ka ndërtuar një sistem ligjor dhe regulator që vendos demokracinë dhe drejtësinë në qendër. Gjatë samitit, presidentja Osmani ka zhvilluar takime me disa lider afrikan, përfshirë presidentin e Etiopisë, shtet që ende nuk e ka njohur Kosovën. E gjatë ditës së sotme, Osmani ka takuar edhe kryeministrin e mbretërisë së Ismetit, Rasal Msimo Lamani, vend për cilin presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kishte thënë se e ka tërhequr njohjen ndaj pavarësisë së Kosovës. Osmani gjatë takimit me kryeministrin e Ismetit dha si ka shprehur mirënjohje për njohjen e hershme të pavarësisë së Kosovës e gjithashtu gatishmërinë për të avancuar raportet mes dy shteteve. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se Kosova është e gatshme për investime serioze dhe se po krijon kushte të favorshme për biznes. Këtë e tha gjatë fjalimit të tij në ditën e biznesit francez, ku morën pjesë zyrtarë të lartë, ambasadorë dhe investitorë të huaj. Kurti tha se në 4 vjetët e fundit numri bizneseve me pronësi të huaj është rritur për 55% dhe se vendi po punon për të forcuar sundimin e ligjit dhe për të ulur praktikat informale. Ai theksoi se Kosova po investon në infrastrukturë dhe po zgjeron mundësi tregtare me Evropën dhe rajonin. Gjatë organizimi, bizneset franceze ju bën thirrje për të investuar në Kosovë. E pasi aktiviteti, kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk është përgjigjur në pyetjet e gazetarëve se as synon që të ketë koalicion qeverisës për zgjedhjen e presidentit të ri. Ai tha se i vjen keq se nuk mund të ndalet pasi ka një takim tjetër. Jam shumë vonë për takimet e radhës, tha shkurt Kurti. Gjykata Supreme ka konfirmuar se ka pranuar 6 ankesa pas përfundimit të rinumërimit lidhur me rezultatet e zgjedhjeve të 20 dhjetorit. Sipas njoftimit, 2 ankesa janë bërë nga kandidati i PD-s Bekim Haxhiu, një nga Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, një nga koalicioni PAI-PDAK-LPB, një nga Emilia Rexhepi dhe një nga Partia e Re Demokratike. Supremja ka afat 5 ditë për vendosjen e këtyre ankesave, të cilat ishin refuzuar nga paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa. Nëse dhe Supremja i refuzon, atëherë i hapet afati certifikimit të zgjedhjeve. E pas certifikimit, brenda 30 ditësh duhet të thirret seanca për konstituimin e kuvendit.
Në rastin ku Hashim Thaçi së bashku me Bashkim Smakajn, Fadil Fazliu, Nisni Kilajn dhe Hajredin Kushin akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, mbrojtja e Thaçit ka njoftuar se në fillim të gjykimit nuk do t'jap deklaratën hyrëse. Këtë njoftim mbrojtja e Thaçit e përfaqësuar nga Sofi Menegon e ka bërë të ditur përmes një parashtrimit të datës së 2 shkurt të këtij viti, raporton Betrimi për drejtësi. Megjithatë, mbrojtja ka njoftuar se rezervon të drejtën për dhënje deklaratë hyrëse pas përfundimit të çështjes nga ana e prokurorisë dhe parahyrjes së çështjes së tyre. Ndryshe, fillimi i gjykimit ndaj Thaçit, Bashkim Smakajt, Nisni Kilajt, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kushit për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë është saktuar më 27 shkurt të këtij viti. Hashim Thaçi ndodhet në qendrën e paraburgimit në Hag që nga nëntori i vitit 2020. Ai është duke u gjykuar për krime luftës, si dhe më 2024 është ngritur akt akuza kundër administrimit të drejtësisë. E në gjykimin ndaj të akuzuarit për krime lufte dushkoarsish, këtë të enjte në gjykatën themelore në Prishtinë janë dëgjuar dëshmitarët Gani Krasniqi dhe Arsem Maqedonci. Gjatë dëshmisë së tij, dëshmitari Krasniqi tha se Arsiq ja kishte maltretuar djalin duke e detyruar ta barte në shtëpi një person të vrarë. Dëshminë para trupit gjykuese nisi i pari Krasniqi, i cili tha se djali i tij ishte maltretuar nga tani akuzuari, emrin e të cilit e kishte kuptuar pas ngjarjes, raporton Betimi për drejtësi. Derisa rrëfeu bisedën që kishte bërë me djalin, Krasniqi tha se djali i tij ishte detyruar që ta barte trupin e viktimës me inicialet BSH, ndërkohë që ishte rahur gjatë rrugës. Sipas tij, aty ishin Dragani, Bobani dhe Dushko. E në seancën e sotme ka dëshmuar edhe dëshmitari tjetër Arsem Maqedonci, i cili deklaroi se mbetet prapa dëshmisë së dhënë paraprakisht. Gjykata themelore në Prishtinë më 2 shkurt të vitit 2024 e dënoi Arsiqin me 13 vjet burgim, por gjykata e apelit e ka kthyer rastin në rigjykim. Organizata ndërkombëtare jo qeveritare Human Rights Watch në raportin për Kosovën për vitin 2025 ka paraqitur gjendjen në disa fusha. Sa i përket lirisë së medjave, thuhet që sulmet kanë vazhduar me gazetarë që u përballën me kërcime, sulme dhe ngacmime. Në raport citohen të dhënat e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, ku tregojnë se janë regjistruar 54 incidente kundër gazetarëve. Gjithashtu përmendet edhe reporterët pa kufi dhe renditet Kosova në vendin e 99 nga 180 vende në indeksin e lirisë së shtypit për vitin 2025. Raporti përmend gjithashtu blokadën disa mujore të institucioneve të Kosovës, si dhe shqetësimet e ngritura në raportin e zgjerimit të Komisionit Evropian të publikuar në nëntor, ku theksuan ndikimi pa drejt politik mbi gjyqësorin. Në raport përmendet edhe blokada disa mujore institucionet të Kosovës dhe gjithashtu edhe se si raporti i zgjerimit Komisionit Evropian i muajit nëntor ngriti shqetësime për ndikimin e padrejt politik mbi gjyqësorin. Në raport thuhet gjithashtu se edhe tensionet në veri të Kosovës kanë vazhduar, duke theksuar që janë kryer bastisje policore në institucione me shumicë serbe, të cilat shkaktuan protesta. Kërkesa e Keskos për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 21.3% ka nxitur reagime nga shoqëria civile. Për të premten në Prishtinë është paralajmëruar një protestë kundër këtij propozimi. Organizatorët thanë se nëse vendoset për rritjen e çmimit do të ketë ndikim në koston e jetesës së qytetarëve. Një ditë para protestës së paralajmëruar kundër shtrejtimit të energjisë elektrike, organizatorët e saj ju kanë bërë thirrje qytetarëve për dalje masive. Aktivistja Qendresa Hyseni ka thënë se protesta është një mjet për të parandaluar rritjen e kërkuar për 21.3%, që siç ka theksuar ajo, nëse merret vendimi do të ketë ndikim në koston e jetës së qytetarëve. Për ne është shumë e rëndësishme që mos me u ndalë si qytetare dhe qytetare me kërku që mos me u marrë vendimi për shtrejtim të rrymës, për shkak se kjo automatikisht ndikon në cilësinë e jetës edhe koston e jetës që ka me u rrit nëse rritet 20% faturat e rrymës. Hyseni ka thënë se si shoqëri civile nuk do të ndalen me kaq dhe se do të ndërmarrin edhe veprime të tjera për ta kundërshtuar vendimin nëse ai është për rritjen e propozuar. Kjo protest ka me qenë si nisje e aksioneve të tjera deri në realizim të kërkesave tona edhe pezullim
të vendimit. Protesta është për të gjithë qytetarët dhe qytetarët, edhe secili ka të drejtën me protestu në mënyrën që është të arsyeshme dhe të nevojshme. Kundër kërkesës për rritje të Keskos ka reaguar edhe rinia e PDK-s, e cila të njëjtën ka zhvilluar një aksion simbolik para Ministrisë së Ekonomisë. Me simbolikën energjia nuk është luks, aktivistët protestuan duke mbajtur në duar nga një faturë dhe thanë se rritja e çmimit të energjisë po i varfëron çdo ditë më shumë familjet kosovare. Sot s'kemi ardhur me pankarta. Kemi ardhur me një faturë. Një faturë që po e ngulfat jetën e qytetarëve çdo muaj. Një familje në Kosovë me 1.000 euro të ardhura mujore ka 1.085 euro shpenzime bazike. Pa luks, pa pushime, pa kursime. Vetëm buk, vetëm rrymë, vetëm groje, vetëm qira, ilaçe dhe shkollë për fëmijët. Minus 85 euro çdo muaj. Çdo muaj fillon me borxhe, çdo muaj mbyllet me frikë. Protesta e së premtes është organizuar nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist në bashkëpunim me organizatën Përpjekja. Zyra e rregullatorit për energji pas shqyrtimit të kërkesave gjatë muajit mars pritet të marrë vendim nëse do të ketë rritje të tarifave ose jo.